Nga viti në vit kanë shkuar duke u zvogluar ngjarjet kulturore në përgjithësi, vërehet në gjitha fushat që ka pasur ulje buxhetesh dhe kjo natyrshëm ka sjell më pak produkte ose produkte të cilat nuk kanë qenë ashtu si duhet të ishin në sferën e kulturës. Këtu po kam parasysh të gjitha sferat e kulturës. Nga gjërat e bukura që mund veçoje nga viti, ndoshta është shfaqja e fundit që kam parë në teatri shqiptar, Rinoceronti, nga UNESCO. Regjisori bulgar, Vasil Vasilev, po. Ishte një koncept shumë interesant, sepse po flet për këtë që folëm ne në këtë podcast, domethënë për median, se si, domethënë, për këtë spekulacionin, për cenzurën, për gjitha këto flet shfaqja. Edhe ishte një shfaqje e bukur me aktorët e teatrit shqiptar, kështu që i rekomandoj gjithë shkojnë ta shohin. Kjo është e fundit që kam parë. Përndryshe ka pasur shumë ngjarje viti, të bukura po ashtu, për shembull ka qenë festivali i filmit në Tetov, Tifoda, që diku për 8-9 me radh ka qenë full salla, ka qenë Jazz Festi, një festival tjetër shumë i bukur, kanë qenë gjithë ato aktivitetet të qendrës për kulturë që i kanë mbushur çdo ditë sallat. Kështu që mund të them se unë më shumë Tetov kam se sa në Shkup.